A lejohet që të punosh si infermier dhe çfarë kriteresh ka? Nuk mundosh të ti përmbledhi të gjitha kriteret, por gjëja e parë që du ta kem parasysh, ky profesion është i lejuar, bile është shumë i pëlqyer edhe nxiti për ta, sepse ti je në shërbim të shëndetit të njerëzve, është mirësi. Nëse je pastaj i sinqert në niyetin tënd me shërby popullit kur ata kanë halle, kalon kjo edhe në sevap. Pra është një pjesë e adhurimit, një pjesë e sadakas, me fjalë të mira, me punë, me gjallënim, me lëvizje. Pastaj çfarë kriteresh ka? Kritere karshi kolegëve dhe kritere karshi pacientëve. Karshi kolegëve dhe pas kujdes mos mu veçu me gjinin e kundërt në vetmime najt e tjere, sidomos në ndrimet e natës, me pas të parasysh të rregulla islame. Thash, pa hyn detaje tash. Pa ashtu dhe karshi pacientëve, më mundu që zbulimi pjesëve të caktuara të trupit që janë avret, që janë të ndalume më pa nga gjinia tjetër, me ik atyne. Me lanë se cëllit, dhe më thonë, infermierja femër më marrë me, dhe më thonë, me pacientët femra, kurse infermieri mashkull më marrë me pacientët meshkuj. Kështu pra me gjetë mes vete, infermierët me gjetë një gjuhë përbashkët që mos me i hyn hak, as Allahut, as dinit vetë, pas pacientëve që i kanë aty. Parimisht, qesh infermier, është të lejuar, nuk ka kurfar problemi. E për ma detaljesht pastaj, gjatë rrugtimit të kësaj punë ose këtij profesioni, mundeni me pyet hoxhallar të caktuar për X rast ose problematik mrana, por mendoj Allahu edhe mas miri se ky profesion është i lejuar pa kurfar problemi. Ndoj detaja aty këtu mundeni me pyet edhe me sqaru, po gjajmë inshallah taala zgjidhje me te i kalu. Por asesi nuk do më thonë që mos më punu si infermier. Absolut jo.